në vitet 88, 89 deri në zgripin e viteve 90, regjimi ishte i kalbur. Dhe po kalbesh edhe po vazhdonte dhe kulti i Enver Hoxhës shërbente pikërisht për ta mbajtur gjallë regjimin. Natyrisht është një temë që mund të kalojmë dhe orë tëra duke diskutuar dhe as pak e shtrërueshme, po për të rikthyer të themi periudhës pas komuniste. Kemi një lloj, siç e kam në hyrje të emisionit, një lloj apatie politike që me shumë mundësi vjen si rezultat i mungesës së përfaqësimit politik. Ku mendoni se ka zanafillën kjo gjë? E ka te 92-shin, e ka në 2008-ën, e ka më vonë? Ka më përpara besoj. Është problemi i madh i shtetit shqiptar, është si shumë shteteve të tjera, është krijimi nga sipër, jo krijimi nga poshtë. Pra, po të shohim kjo lloj apatie ose problematikat që neve i hasim edhe në Shqipëri mund t'i gjejmë në forma të ndryshme dhe në vende të tjera që kanë themelim të vonshëm dhe kanë themelim jo si pasojë e lëvizjeve të caktuara politike ose këto lëvizje politike kanë qenë në sfond, por kanë qenë të bashkëndara nga një pjesë e madhe e popullsisë. Pra, ideja është që ti krijon shtetin dhe mbi shtetin do inxhinierosh përfaqësimin. Ndërkohë që duhet të jetë e kundërta, pra duhet të gjenerohet kërkesa për përfaqësim e cila të çojë në ndërtimin e shtetit dhe ku ata të cilët kërkojnë përfaqësim ta shohin shtetin si produkt i lëvizjes. Pra fjala vjen nga pikpamja historike. Me çfarë identifikojmë neve krijimin e Gjermanisë ose të Italisë? Janë ato dy raste tipike që i marrim për si thosh element themelimi që a ka lëvizje politike të forta, sepse janë dy lëvizje që shkojnë në rrënimin e absolutizmit, liberalizmin politik dhe i cili shumë konkret kripi të kombështeteve moderne, Risorgimento Italiano, Risorgimento e tjerë. Ndërkohë që në Shqipëri rilindja kombëtare apo edhe në lëvizje të tjera në vende të ndryshme kanë qenë fenomene intelektuale shumë të rëndësishme, të cilat më shumë i kanë shërbyer si mbushje me brumë idesë së shtetit se sa mund i kenë shërbyer në fazat fillestare të krijimit të shtetit. Diçka që ishte rëndome për hapur në paktën e Europën perëndimore, po një pjesë të Europës qendrore, ishte revolucioni industrial. Pra ne na anashkaloi dhe si thot Gellner dhe autor të tjerë, ishte pikërisht ajo shtylla apo ngjizja që bëri proceseve shtetformuese, konformuese për të shkuar në atë drejtim. Ndërkohë që ne kishim rilindje kombëtare, patriot, natyrisht njerëz të diminuar. Unë them që varet shumë edhe nga mënyra se si politizohen grupe të caktuara shoqërore. Pra fjala vjen nëse ti je në Poloninë e shekullit të 19 dhe në fillimin e shekullit 20, nëse ke një grup interesi shumë të rëndësishëm, që është Kisha Katolike, e cila gjendet në dy presione të mëdha. Në njërin krah një shtet si Gjermania luteran, i cili ka dhe problemet e veta me katolicizmin, në krahun tjetër Rusia, e cila në fund viteve 800, fillim në gjysmën e dytë të viteve 800, ka dhe një tentativë për të prodhuar një proces rusifikimi të perandorisë, gjë që ndodhet dhe tentohet ndodhet në perandorinë otomane, për një lloj otomanizimi, dhe në mes këtyre dy presioneve një institucion aq i rëndësishëm, i cili ka aftësinë të politizojë një pjesë popullsisë, që Irlandën. Kisha Katolike është shumë e rëndësishme në këtë pikë. Pra, neve na ka munguar një grup referencë i cili të politizonte pjesë të mirë të popullsisë. Shteti është krijuar nga lart poshtë, në një lloj brikolazhi. Pra mungesa e kulturës politike. Mungesa e fortë e kulturës politike. Pra, nëse neve bëjmë një lloj krahasimi mes Evropës lindore dhe Evropës perëndimore, pikërisht në këtë lloj tensioni, pra mënyrën se si krijohet shteti, ne do të shohim që në fillim kemi krijimin e shoqërive, e idesë shoqërisë, në kalimin nga sfera private në sferën publike dhe pastaj kemi transformimin kalimin nga absolutizmi në liberalizëm, pastaj nga liberalizmi në liberal demokracinë. Sekuenca është gati, është shumë fluide, shumë lineare. Ndërkohë që në vendet e Evropës lindore kemi krijimin e shtetit, mungesën e shoqërisë, shteti i cili është refleks i grupeve shumë të ngushta të interesit, të cilat më pas kalojnë nga skema e liberale viteve 20, kalojnë diktatura. Pra në gjithë Evropën lindore ti ke para Gjermanisë dhe ndoshta paralelisht me Italinë ti ke vendosin e diktaturave.
autoritarizmi